Sali Berisha do të vijojë të paraqitet në prokurorinë e posaçme të hënën e parë dhe të tretë çdo muaj, ndërsa dhëndri i tij Jamar Bërmaltezi në arrest shtëpie. Gjykata e lartë ka refuzuar kërkesën e tyre për ndryshimin e masës së sigurisë, duke lënë në fuqi vendimin e marrë nga shkalla e parë, e që më pas u konfirmua nga apeli. Paralelisht do të vijojë edhe seanca paraprake e GKKO për dosjen Partizani, ku SPAK ka kërkuar nisjen e gjykimit. Të mërkurën do të jetë mbrojtja e kompanisë Home Plan, që do të ketë fjalën para togave të zeza, e mëtej trupa do të duhet që të tërhiqet për vendim. Prej tetorit të vitit 2023, Berisha dhe Maltezi janë në akuzë për korrupsion për privatizimin e kompleksit Partizani dhe mëtej ndërtimet e pallateve atje. Prokuroria e posaçme akuzon se ish kryeministri ka favorizuar dhëndrin me ndryshime ligjore për të përfituar pronën e trashëguar dhe mëtej privatizimin. Nga ana tjetër, si ish kryeministri ashtu edhe dhëndri i tij kanë kundërshtuar akuzat duke deklaruar se prona ka qenë e trashëguar dhe aty janë disa pronar, përfshirë edhe Jamar Bërmaltezin. Më 15 tetor 2024, SPAK deklaroi mbylljen e hetimeve, duke dërguar në gjykat 333 fashikujt së bashku me kërkesën për nisjen e procesit.